Ti je fan si madhe Albin Kurtit, edhe votën ja ke dhënë. Po, vallahi. Pse atë pëlqen rrogat e 13-ta? Edhe Bajagi komponue me ndihmue Albin Kurtit. Pse je marak në 13? Jo më atëherë se ka përmend rrogën e 13. Kur i kam ndihmuar në zgjedhjet e 2017-s, 19-në ku kanë qenë që fitoj. Po. Ka fitu shumë herë. Po edhe këto zgjedhjet e fundit, një dhjetë që kështu e të fort e kam votu dhe kam fol në familjarët e mi e në njerëzit e mi që ta votojnë listën e Albin Kurtit, sepse është momenti që të votohet edhe njëherë. Me shpresën se do të arrit të realizoj premtimet e veta. Që të zgjedhjet e fundit, ju kom fol njerëzve, votone, sidomos në diaspor, s'kom pritu heq. E në mesin e tyne, për të cilat kam punu pa përtes, përveç Albin Kurtit, në mesin e tyne përveç atyne 10-ve është edhe një mik, i cili vlen të shtyhet për para. Është Abdullah Klinaku. Pjesë e listës së bile nuk ka keq me e thirë në emision, e me u knaq, ka e dëgjën, ka i shtërën temat, njërë akademike dhe shumë të mesme. E kam gjuajtur një mamdan i ardhshëm, hipotetik i Kosovës. Një mamdan, i cili, me gjithë që hoqë, jurist, rafshi horizontal, mjaft i zgjeruar i njohurive që e ka, por asnjëherë nuk ka lejuar që të anoj ka ndonjë cep, apo nga ndonjë skaj politik, fetar, apo të gjashme. Është mundue me majtë mesin e artë. Tash, me ki dashur, ajo shka pëndodhë sot në politikën kosovare, aguzoj me e qujtë në këtë studje të ndershme e të nderuar tua jenë maskarand. Është karikatur e asaj që do të dohet të ndodhte. Kujtja le fojnë, hoqë? Opozita. Opozita? Pa tjetër. Le opozita, mëse le fojnë se opozita s'ko? Opozita, jo në raport me prishjen e ish presidentës dhe kryeministrit aktual. Dhe ish kryeministrit? A ju? Kryeministr është? Jo, kryeministr është. Po? Jo në raport me blokimin e krijimit të institucioneve për një kohë dhe tani të zgjedhjes së presidentit. E tash kush për blokadë? A dini kush ka probleme? Bash po du me ju drejtue cila kamerë është e fokusuar te one. Problemi kryesor është që opozita nuk po mund të pajtohet me fatin e zi, që ja ka shkru vetës dhe ka rënë këtë pozit, sa nuk po mund të duron shifrën e fituar me vota të lira të lëvizjes vetëvendosje. I la ky ka numrat në të zgjedh presidentin, ky ka numrat në të bën këto. Në të zgjedh dhe? Nuk shkon ashtu, o burë. Se? Ky shtet është shtet parlamentar, nuk është shtet një partijak, që të gjitha duhet dhe mund t'i bëj vetëm e njëjta një parti. Është shtet në të cilin kooperojnë, duhet të kooperojnë për te nevojave akute të neve si popull këto, të shtetit të Kosovës, respektimi i një logjike o burë, i kam fitu votat, 50%, çka po të pengojnë, çka po mi përmendti vazhdimisht. E më t'i lanë zgjedhjet kur dush të ja, është diçka antikushtetuese? Si me i lanë zgjedhjet? Për shembull, Vjosa Osmani dol tha, çish po doin këta mu prish me mu, kur unë ja kom lanë zgjedhjet kur ka dosh kë. Kti ka konvenu një president, ka thonë Vjosa, s'po thamon. Ndoshta I ka konvenu një president anti-amerikan, i ka konvenu një president që s'merr vesh me Ministrinë e Punëve të Jashtme, që s'ka të bëj. Që ndoshta krahasimi... Këtë që tu janë antikushtetuese, si këmë thonë, i ka thonë ajo në intervistë. Ndoshta krahasimi banal do të jetë, por po detyrohem me e bo. Shqyqen edhe në jetën bashkërtore, sado që burre gru e qojnë mirë, Romeo e Julieta, mos thash zoti, vje puna dhe ndahen. Fjallet që dëgjohen kundër një tjetrit, ta krijojnë një përshtypje se ata, gjatë jetës sa kanë jetu ta zami 20 vjetë, pas kanë qenë luft. Jo më rebur. Kur ndahen, fillojnë
arsyetimet e vetë vetës, Pa, ja, jo arsyetën ti ajfaj, këtu. jo ajfaj, as njanin edhe as tjetërin. Heq nuk dohet presidentja